Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë përfunduar një tjetër raund bisedimesh indirekte në Katar, por pa shenja konkrete për një marrëveshje që do t'i jepte fund tensioneve mes dy vendeve. Sipas burimeve pranë negociatave, delegacionet zhvilluan 2 ditë diskutime të përqendruara kryesisht në çështje praktike, që sipas tyre ishin parashikuar edhe në marrëveshjen e përkohshme të arritur 2 javë më parë. Mes temave kryesore ishin rikthimi i lundrimit normal në ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, si dhe zhbllokimi i fondeve iraniane të ngrira. Ministria e Jashtme e Katarit deklaroi se bisedimet kanë shënuar progres pozitiv dhe njoftoi se një raund i ri pritet të zhvillohet pas ceremonive mortore të liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei. Megjithatë, sipas burimeve të Reuters, programi bërthamor i Iranit nuk ishte pjesë e diskutimeve në Doha, edhe pse ai mbetet çështja kryesore që nxiti për shkallëzimin e konfliktit mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Presidenti Amerikan, Donald Trump, deklaroi se procesi për çarmatimin bërthamor të Iranit po ecën mirë, dhe se takimet kanë qenë konstruktive, ndërsa zëvendës presidenti J.D. Vance tha se negociatat mbi aktivitetet bërthamore do të trajtohen në një fazë të mëvonshme. Bisedimet u zhvilluan në mënyrë indirekte, me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, ku ndërmjetësit takuan veçmas delegacionin amerikan dhe atë iranian. Në qendër të vëmendjes mbetet edhe ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës para konfliktit kalonte rreth 1/5 e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm. Edhe pse trafiku detar ka rifilluar pjesërisht, analistët paralajmërojnë se situata mbetet e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme. Komentet e presidentit Trump ndikuan edhe në tregjet ndërkombëtare, duke ulur çmimet e naftës në nivelin më të ulët të muajve të fundit, megjithse pasiguritë në rajon vazhdojnë të mbeten të larta.